Pas një sezonit të mbushur me sakrifica, përkushtim dhe besim deri në fund, klubi i futbollit Shkëndia 77 Haraqin arriti të shkruaj një nga faqet më të rëndësishme në historinë e klubit. Në ndeshjen vendimtare të zhvilluar në Kavadar me Pelisterin, skuadra siguroi ngjitjen në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut, duke realizuar një ëndër të kahmotshme të klubit. Për rrugtimin drejt këtij momenti historik, emocionet dhe sfidat që e kanë ndjekur klubin tani e disa vite, sot në studio kam kryetarin e klubit, Isuf Bajrami. Përshëndetje Isuf dhe mirë se na erdhët. Gjithashtu kemi edhe golashënuesin e kësaj ndeshjeje, i cili u përfol jashtëzakonisht shumë, Zani Nazifi. Përshëndetje Zani dhe për ty. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Faleminderit. Unë arrita që nëpërmjet ekranit t'i shoh ato momente dhe ato emocione që vërtet unë që nuk e përcjell shumë futbollin, më dhan jashtëzakonisht shumë emocione, duke ditur që edhe vi nga ai vend, kuptohet, jam bashkëfshatare e juaja, është shumë kënaqësi dhe nder që tani më Shkëndijën e kemi në ligë të parë pas shumë viteve, realisht edhe ka merituar edhe më herët, por pas këtij momenti tani më mund të themi hapur që Shkëndia është e merituar të jetë në ligën e parë. Isuf, më thuaj, cilat janë ato emocione që mund të na përshkruash tani pas kësaj ndeshje historike? Emocionet nuk mund të përshkruhen me asgjë, pra ato që ka mirë me sportin e dinë më së miri, nuk edhe ato që janë sportit të ditë e kanë. Edhe ne që nuk miremi, e kuptuam. E kanë ndjek ndeshjen dhe kanë qenë të gëzuar tepër më se kjo është një ndeshje historike për ne, pra klubi në vitin 2027 i ban 50 vjetorin e themelimit dhe nuk ka se si bëhet më mirë, pra në 50 vjetorin e të jemi në ligën e parë. Ju jeni në ligën e parë në 50 vjetorin e klubit. Zani, ti ai që shpalose ndoshta atë suksesin e shumë pritur të Shkëndijës, për që në ligë të parë, goli yt ishte gol historik. Si do e përshkruaje atë moment? Të t'jallëzoj drejt, ky moment nuk përshkruhet, se kur e mendon Shkëndia Haraqinës nuk ka luajtur asnjëherë në ligën e parë, edhe unë për veti nuk e kam ditë se nuk ka luajtur në ligën e parë. Mora vesh një ditë para lojës, u emocionova shumë, u merrt një motivim shumë, edhe thash dhe hap maksimumin për ekipin, për klubin, për krejt publikën, sidomos lirimtarët që janë perfekt. E dhash golin, i ndihmova ekipit edhe vetë as di si ta përshkruaj, se isha shumë i lumtur se dinja si ta festoj golin. Po, duke ditur që ty të kemi në Shkëndi tani një vit ose 2 vite? Gjysmë sezonit. Gjysmë sezoni, por që ke luajtur në klubet e tjera paraprakisht, por që tani më me shumë suksese do e kurorëzosh ndoshta edhe karrierën tënde me këtë gol historik që është përfolur shumë dhe besoj që do vazhdoj të përflitet, meqense për herë të parë të jetë në ligë të parë Shkëndia, sigurisht që në shumë muhabete, në shumë tryeza pastaj do flitet se kush e ka dhënë pastaj atë gol. Më thuaj nga këndvështrimi yt, si e pa, si do ta përshkruash atë gol, Zani? Po, ju kallëzova edhe më herët, ai gol s'u përshkruhet, ama e di një send se do mbahet në historitë të Shkëndijës Haraqinës, edhe të fshatarëve në Haraqin. Për mua do mbetet një gol shumë i veçantë. E gjete respektin e dur pastaj nga gjithë të pranishmit aty? E gjeta respektin super, ishte krejt komplet mirë, mbas ndeshjes shkuam në Haraqin. Feste madhe ka qenë atë natë. Festën ishte perfekt aty, nuk dija si ta përshkruaj, me njerë unë e nxora telefonin ta bëj një video për ta kem si kujtim. Kujtim të përhershëm, kuptohet. Për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi ta ndjekin lojën nga afër, por edhe për gjithë ata që nuk kanë pas mundësi ta shohin edhe nga ekrani, edhe pse në një komentim të shkëlqyeshëm nga gazetari jon Tafa, i cili njihet si Tafa, Mustafa Ademi, ne kemi përzgjedhur disa momente më interesante të asaj loje që do doja që t'i shohim tani me gjithë publikun, momentet interesante të lojës historike e cila e çoi drejt ligës së parë Shkëndijën e Haraqinës. E shohim këtë video dhe rikthehemi pas pak për ta komentuar dhe për të folur edhe me mysafirët tanë. Ka faul në Dario Tesnici, për momentin thot Igor Stojčevski, por Nuhia ka fituar të topin. Nuhia me mjeshtri dhe nis me kundërshëm të shpejt Shkëndinë e Haraqinës. Zani Nazifi është 1-1 aty, Zani Nazifi futet brenda zonës së Repsis. Nazifi 1-0!
kundër sulm, ky realizim. Festa e madhe shënon 21 vjeçari nga Cërnilishti i Prinepit, Shkëndia e Karaçinës. Në këto momente po realizon ndoshta golin më të rëndësishëm në historinë e saj 49 vjeçare. Një herë tjetër Vildan Kerim drejt zonës së Repcis, pasimi për Petar Petkovskin. Petar Petkovski dhe 11 metrësh për ekipin e Pelisterit. Igor Stojčevski pa u ka mendur fare në këto momente. Sinjalizon penalti për ekipin e Pelisterit e fituar nëpërmjet rezervistit këmbshpejtit Petar Petkovski. Do ta ekzekutoj sipas gjitha xhasave Mirko Ivanovski. Jepet sinjali për momentin nga Igor Stojčevski. Mbron Stolevski në të parën, nuk ja del edhe në të dytën Mirko Ivanovski. Au, çfarë po ndodh për momentin në Kavadar? Emocione të skajshme dhe ndoshta përfundim katastrofal i karrierës së 36 vjeçarit, karrierë bujshme. Një prej sulmeve të fundit për Pelisterin, një prej mbrojtjeve të fundit për ekipin e Shkëndisë së Karaçinës. Topi drejt zonës së Repcis për Spirovskin, ky krosim tash në shtyllën e dytë dhe 1-1 barazon shifrat në minutën e 98 të ndeshjes. Vetëm 30 sekonda para fundit të sfidës. Shënon Petar Petkovski, ringjallet Pelisterin, ndërkohë Shkëndia e Karaçinës në këto momente një rast historik për të kualifikuar në mënyrë direkte në ligën e parë të futbollit në vendin tonë. Sa e pa fat në këto qaste, Shkëndia e Karaçinës edhe një herë gjithë shka që ndodhi në këto momente, deri në asisti në fund nga ana e Spirovski dhe goditja me kokë dhe pret Stolevski. Nis ruleti i penaltive në play-off mes Pelisterit dhe Shkëndisë së Karaçinës, afër intervenimit dhe mbrojtjes. Sharkovski me qetësi me mjesht. Edhe Spirovski shënon. Edhe Livareka në mënyrë. Kerim shënon. 3-3 kësaj kere. Rushiti edhe ai precis. Mbrojtja e Stolevskit në tentativë. Shënon Dimos me qetësi. Mbron Stolevski, një përror futbolli po realizon këtë momentin. Të shokim edhe një herë këtë penalti të fundit, megjithatë këtu duhet këtë përmirësim. Edhe një herë tjetër Kire Ristevski përballë Antonio Stolevski. Kësaj here realizon. Nuk ja del të realizoj Amir nuk në serinë e 6 nga një penalti. Mbron edhe një herë tjetër. Jepet sinjali nga Igor Stojčevski. Nuk ja del as zhog 7 të penaltive. Kësaj here realizon Shkëndinë e Karaçinës. Shënon kësaj here. Stolevski mbron edhe një herë tjetër. Jepet sinjali. Niset Enis Dervishi. Realizon Enis Dervishi. Shkëndia e Karaçinës është në ligën e parë të futbollit në vendin tonë. Për alla prej më të bukurave në historinë e futbollit të Mashtonisë së Veriut. Shkruket sot, shkruket në fund të këtij sezoni në Kavadar, me gjithë ta futbolist, me trajnerin Berati Meri dhe me gjithë ata që ndihmuan klubin e futbollit Shkëndia e Karaçinës në këto vite të fundit. Pa drejtësia që ndodhi para diku 30 vitesh, kësaj here po përmirësohet skuadra e Shkëndisë së Karaçinës, është në ligën e parë të futbollit në vendin tonë në mënyrë historike.
ekipi Pelisteri do të ktheket të luajë sërish në ligën e dytë të futbollit në vendin tonë pas 3 vitesh, por gjithsesi më e rëndësishmja për momentin është se Shkëndija Karaçinës edhe një tjetër themi. Këto ishin momentet historike që do t'i mbajmë mend shumë gjatë edhe neve që jemi të Haraçinës, por edhe gjitha ta që e duan dhe kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë për këtë klub për 50 vite të tëra, ashtu siç e thatë tani më vitin tjetër dhe kremtoni 50 vite vitin jubilar. Isof, në ndeshjen vendimtare përballë kishit Pelisterin, një klub me traditë të madhe, me përvojë të gjatë në ligën e parë dhe me resurse dukshëm më të mëdha se sa Shkëndija e Haraçinës. Thuaj se sa e bën kjo më të veçantë pastaj fitoren drejt këtij klubi? Shife, dallimi është shumë i madh ndërmjet ekipit tonë dhe ekipit Pelisterit, sikur ka financat edhe nga tradita, është klub më i vjetër se na, është qytet më i madh pra Manastiri, mirë po ato kanë qenë favorit vetëm në letër, si themi, edhe na lojtarët tonë atë ditë e kanë ndeshur më shumë fitoren se ata, kanë qenë më shumë të motivuar dhe është një send që nuk e kena, është histori, domethënë Shkëndija mund të bën çka do, tash e matuti mirë, po atë ditë më nuk kthehej atë ditë se për herë të parë futemi në ligën e parë dhe ka qenë motivimi shumë i madh i lojtarëve, i kryesisë, patjetër i publikut, mirë po lojtarët e kanë treguar veten atë ditë dhe aty besoj që aty ka qenë dallimi që ne kemi fituar në fund, se më shumë e kemi dashur fituar. Na thoni Troç ja uruan me zemër? Jo. As pak. Jo, as pak. Gjithashtu ato kanë menduar, mirë, por nuk ka qenë në rregull e punë. Për shkak se kemi fituar në mënyrë të rregullt, në mënyrë sportive. Pa hile dhe binshëm. Mbi gjitha. Me rëndësi, ne jemi tani, ne kemi fitoren në duar, kështu që nuk na duan urimet me inate, i kemi urimet nga shumë njerëz që mezi e kanë pritur këtë fitore të madhe. Zani, më thuaj për përvojën tënde me Shkëndijën, si shkon përvoja yte si shkon bashkëpunimi me lojtarët e tjerë, sa është dashur përgatitje për këtë fitore të madhe dhe se sa ishte e pritshme nga ti personalisht, por edhe nga ekipi përgjithsisht i Shkëndijës? Unë me ekipin jam sa ma mirë. Kena punu shumë si ekip, si trajner, si kryesi. Kena punu shumë për këtë ndeshje. Ne për Pelisterin e dim se është një klub me tradit, çka është në ligën e parë moti dhe çka ka ma shumë përvojë. Po do njerë është se nuk krym punë përvoja sa krym ajo çka e donën. Definitivisht. Do me thonë neve edhe mbledhje, analizum Pelisterin si qka, edhe nuk ka atyve a je i talentuar o nuk je talentuar. Aty në qofë se e donë ma shumë, mund t'ja arish atë qëllim. Edhe për qatë, edhe une si Zani e kam dash shumë fitoren, edhe si ekipa komplet, klubi, kryesia, sidomos edhe publika, qlirimtarët, e deshim shumë fitoren edhe për qatë t'ja arritëm qëllimit. Këtë gol e konsideron tani ndër më të rëndësishmit të karrierës tënde, Zani? Po, fiks ashtu është, unë nuk ka se kush e din sa ndeshje kam lujt, ama kjo ndeshje ishte një edhe që do mbahet mend, fiks, sidomos edhe kur e mendon se hini një histori ky edhe goli do mbetet një histori për herë si e tha edhe kryetari i klubit, nuk kthehet ma kjo prapë. Po, përmendet çlirimtarët, përderisa po bisedonim, çlirimtarët janë tifozët e Shkëndijës së Haraçinës, të cilët janë të flakët dhe që shpërthyen me emocione dhe me festë atë ditë. Si do të na përshkruaje edhe reagimin e tyre, Isof? Ato janë lojtarë janë 12, pra kanë qenë prej fillimit, prej reaktivizimit të klubit, kanë qenë janë formuar çlirimtarë dhe në çdo ndeshje kemi pas për Ligës 4, pra ne kemi qenë edhe shumë të suksesshëm për 3 vite ida, kemi kalu 3 liga dhe jemi në ligën e parë, ato kanë qenë pas nesh çdo ndeshje, atë ditë kanë bën të vetën atë organizimin atje, plus atje ka qenë këto shërimtarët kanë qenë perfekt, pra nuk kanë bën shalin në baza nacionale, ose ti thënë rregullat e sportit çka duhet në stadium. Pastaj kur kemi ardhur në Haraçinë kemi festuar ashtu siç na ka hije. Dhe janë gjithë lumtur edhe na dhe qërimtarë. Pra, mirë po pa to nuk do t'ishte atmosfera
në këtë nivel. Ka që begatshme, mbi gjitha. Isuf, çfarë do thotë kjo ngjitje për të rinjtë e Haraçinës që ndrojnë të veshin fanelën e Shkëndijës në të ardhmen? Shifaj, Haraçina ka pas gjithherë futbollistë të mirë, edhe më herët edhe tash, pra ne kur në ligën e dytë kemi garu, kemi pas futbollistë Haraçinës që luajnë në ligën e parë dhe në ligat më të forta. Besoj që tash me afrimin që jemi në ligën e parë, besoj që ta na afrohen edhe ata dhe është pak më ndryshe ku ti kemi lojtarët tanë pra fshatit tonë dhe gjithë ata që kanë të rritë që mendojnë se nuk bëhet ose nuk bëhet, kjo arrit vetëm me punë dhe nëse kanë qëllimin e pastër dhe dojnë të arrinë atje, me punë mund t'i arrinë, sigurisht kemi arritur ne. Padyshim që edhe ju jeni një staf që do i dilni në ndihmë gjithë të rinjeve të cilët kanë pasion për futbollin dhe duan që të vazhdojnë dhe të jenë pjesë e klubit Shkëndija. Në një prononcim atë ditë duke festuar edhe kryetarin e komunës Haraçinës e pam zoti Daudi Beqiri i cili tha që në fakt i cili dha një lajm për gjithë juve të Shkëndijës se së shpejti do jeni edhe me stadium dhe se punimet vetë se do fillojnë për disa ditë apo disa javë. Si do e komentoni ju këtë? Shfedhoni besoj shumë kryetari Daudi Beqiri për shkak se para se të di kandidat për kryetar komune Daudi Beqiri ka qenë në kryesit klubit, i din problemet e klubit, nga afër. Që ai që i din nuk i din askush, dhe unë kam shumë besim që ai do t'ja rifillon shumë shpejt stadiumit dhe do zoti ne do t'jemi edhe në stadiumin tonë për shkak se edhe e meritoj. Vitet të tëra, bile. E keni merituar edhe shumë më herët, e sidomos tani më që ju duhet patjetër, me qenë se ju kemi tani në ligë të parë. Çfarë ndryshimesh konkrete Isuf janë bërë në vitet e fundit që sollën drejt këtij suksesi historik? Si do e përshkruaje? Prej kryesisë klubit që kemi filluar për ligës së 4, pra deri në tash në ligën e parë, kanë ardhur njerëz të mirë, njerëz fisnik, njerëz që qëndrojnë prapa, nuk dojnë ta dinë se kush janë, mirë po pa ndihmën e atyre nuk do të kisha mundur edhe unë si kryetar të arrija këtë qëllim. Është një send që e dojnë të gjithë klubin, pra në Haraçinë e dinë edhe vetë se si funksionon kjo punë, pra është vetë financimi i qytetarëve të Haraçinës, 90%. Edhe kjo punë ka ardhur deri te afrimet e reja, çdo vit afrime më të reja dhe kemi qenë edhe më të fortë si kryesi, edhe në fund na u pagua. Se gjithat mund të hapësh edhe gjithat harxhim, në fund kjo shka kemi bërë, do me thonë, që shka na është paguar. Kuptohet. Do kthejmë të Zani tani për të pyetur se kujt ja dedikon këtë gol? Këtë gol ja dedikoj familjes sime sidomos, prindërit që kanë qenë për herë afër meje, mbështetjes. Po nuk mund ta ndaj atë gol vetëm me prindërit, e ndaj edhe me kitë çlirimtarët Haraçinën, se thash edhe ma herët, mbetet një histori, një gjë që mbetet një histori dhe ta ndajsh edhe me ma shumë. Po. Unë ju falenderoj shumë duke ju pyetur tani për fund se cilat janë planet e ardhshme Isuf për klubin Shkëndija të Haraçinës. Çfarë parashikohet tani? Shive, klubi tash në ligën e parë, do më thënë është ligë pak, është dallimi i madh me ligën e dytë, ne do të mundohemi përgjithësitë janë shumë më të mëdha tani. Do të mundohemi që të jemi klub stabil në ligën e parë, mos të kemi ramje prapë në ligën e dytë, do të mundohemi me gjithë shpirt deri në fund që të jemi klub më stabil. Pra të stabilizojmë në ligën e parë një vit di dhe nëse ka afrime edhe të reja që kemi edhe në fshat në sponsorësh janë shumë të fuqishëm që janë edhe në mërgim, pse jo dhe të shkojmë edhe më lartë edhe një ditë, pse mos të jetë edhe Shkëndija edhe në Europë. Po, çfarë mesazhi jep kjo fitore për klubet e vogla që synojnë të arrijnë nivelet më të larta të futbollit? Ata mund të marrin mësim prej neve se gjithçka mund të arrihet. Jeni shembulli konkret pastaj. Po, gjithçka mund të arrihet, nuk duhet të dorëzohen dhe nëse e kanë qëllimin e pastër dhe e kanë pikëqënim aty ku duhet të arrijnë, unë besoj që në fund do t'i arrijnë. Padyshim. Zane, cili do të ishte mesazhi për gjithë bashkëmëshatarët dhe bashkëlojtarët e tu? Për bashkëlojtarët e mi do ishte fjala njëri, falenderoj gjithë se kam qenë pas një problem me mua, kam kaluar sa më mirë. Duhet me punë arrihet qëllimi për herë. Dhe me pasionin brenda shpirtit shumë e rëndësishme. Po, pasioni është më i rëndësishëm, fiks.
Po, kur ke pasionin, pastaj edhe puna duhet që tjetë e përkryer për dalë rezultatet. Po, e thash edhe ma herët, sa e donën, aq dhe mbrish. Aq mrin, shumë e vërtet. Djema, unë ju falemderoj jashtëzakonisht shumë që ndatë kohë dhe u bët pjesë emisionit Ritmi i Ditës për ta shënuar këtë ngjarje historike që të mbetet gjatë jo vetëm për klubin Araçinës, por besoni për gjithë shqiptarët që e kanë mbështetur vazhdimisht këtë klub dhe e kanë përuruar tani pas ndeshjes dhe pas përurimit të ligës së parë. Unë uroj që edhe me shumë sukseset të tjera t'ju shohim në ligën e parë më të fortë, me shumë fitore dhe na bëni krenar vazhdimisht ashtu siç na keni bërë deri më tani. Faleminderit edhe nga juaj. Shumë kënaqësi. Faleminderit zani edhe për ty.